E vërteta që tronditi dy familje, motrat e ndëruara në maternitet takohen pas 35 vitesh. Dy gra nga Austria, të cilat ishin ndëruar gabimisht në maternitet në qytetin Graz në tetor të vitit 1990, janë takuar për herë të parë pas 35 vitesh. Të dyja kishin lindur para kohë dhe ishin vendosur në inkubator. Gjatë kësaj kohe ndodhi ngatrimi, duke bërë që secila të rritej nga prindrit biologjik të tjetrës. E vërteta erdhi vite më vonë, fillimisht Doris në vitin 2012, kur pas një dhurimi gjaku kuptoi se grupi i saj nuk përputhej me atë të nënës. Jessica e zbuloi të njëjtën gjë kur mbeti shtatzan dhe një mjek e informoi për rastin e njohur të foshnjave të ngatruara. Ajo kontaktoi Dorisin përmes Facebookut dhe më pas u takuan, duke përshkruar momentin si emocional dhe mjaft të veçantë. Familjet respektive janë takuar gjithashtu dhe kanë shprehur emocionet forta, por edhe lehtësim për zbardhjen e të vërtetës. Spitali ku ndodhi kjo ngjarje ka kërkuar ndjesë publike, ndërsa të dyja familjet kanë ndërmarrë hapa ligjor për adoptim formal dhe kompensim financiar. Jessica tha për mediat se ndjenja është e përzier, ka shumë emocione, nga më të bukurat, por edhe shumë dhimbje.